Sot jemi mbledhur këtu para Avukit që të prezantojmë dhe kërkesat tona që jemi marrë vesh mes Ministrisë së Bujqësisë, Avukit dhe Qumshtorës Vita. Pra kemi një cek disa pika si që jemi dakordu dhe në takimin e fundit jemi zotuar të bëjmë grumullimin e qumshtit. Ne kemi marrë garancionet që rezultatet e mostrat e marra me 2/7/2026 të qumshtit Vita në vendim të posaçëm të 2/7/2026 në numër konsiderueshëm të inspektorëve të i dërguar qumshtorës së shpejti dhe pastaj do të i publikojmë edhe ne. Produktet që importohen, rezultatet analizave të dalin brenda ditës. Maksimumi brenda pak ditëve ose pse kjo pasqartësi ndaj produkteve vendore. Ne si shoqat jemi zotuar tek Vita se Ministria shumë shpejt do të i publikojë rezultatet, por nuk ka asgjë konkrete deri më tani. Ju lutim që rezultatet e mostrave të 2/7/2026 të qumshtit Vita me vendim të posaçëm të i dërgohen qumshtorës Vita menjëherë, në mënyrë që të përmirësoj imazhin e qumshtit Vita, në mënyrë që automatikisht të mos ketë probleme të grumbullimit të qumshtit në ditën e vijim. Për shkak të stoqeve të krijuara në qumshtorën Vita. Pra urgjentisht të merren masa në kontrollin e produkteve të importuara të dyshimta që përshiten në raftet tona me çmime shumë të ulta në mënyrë që sa më shpejt qumshtorët tona të rrisin grumbullimin e qumshtit. Edhe me shumë mirësjellje dhe njëherë po i lutim publikisht të gjithë akterët. Nuk jemi duke kërkuar diçka të paarritshme, po kërkojmë vetëm publikimin e rezultateve që jemi të sigurt që deri më tani janë realizuar. Po të publikohet rezultati i analizës të marrë me 2/6/2026 sa më shpejt.